Me që jemi të gazetarët, si unë ndjeve kur s'pak ngriti akuza ndaj dy kolegëve të tu, Elton Qynos dhe Ertan Hoxhës? Patjetër që shumë keq. Unë uroj dhe shpresoj që të dy, si kolegu Hoxha dhe kolegu Qyno, t'ja dalin dhe t'i rrëzojnë akuzat, sepse të paktën me Ertan Hoxhën unë kam punuar për një kohë shumë të gjatë, edhe kemi ndarë të njëjtën në redaksi, kështu që patjetër që uroj që ata të dy t'ja dalin. Nuk ka ende një vendim fajësie për to. Ju mund të pyesni me të drejtë, po ju në rastet e tjera keni raportuar? Po, edhe në rastin konkret kam raportuar me profesionalizëm, por duke patur kujdes, sepse ne kemi qenë në të njëjtin vend pune dhe çfarë do lloj gjëje që unë të thoja, do paragjykoj dhe do thuhej që kjo e thot sepse e ka patur koleg. Kështu që unë ja uroj të dy kolegëve me gjithë zemër që ata të na provojnë që janë të pafajshëm edhe që akuza ndaj tyre nuk qëndron. Jo vetëm për veten e tyre, por edhe për komunitetin e gazetarëve. Sepse thash dhe rikthehem dhe insistoj që gazetaria ka problemet e veta, ka probleme të qëndësishme, sidomos portalet janë kthyer në një shqetësim shumë serioz, duke shkruar lajme, ose nuk janë lajme, duke bërë sulme të paprecedenta ndaj personazheve të caktuara, si në politikë, si në ekonomi, si në biznes, si në media etj. Me radhë. Pra kështu e shikoj unë këtë gjë.